Kanë mbetur vetëm edhe një javë kohë që komunat të aplikojnë në thirrjen e dytë të hapur nga ana e qeverisë për mbështetje financiare me mjetet e siguruara nga Kredia Hungareze. Ministri i Pushtetit Lokal Zlatko Perinski ka njoftuar se deri më tani në dikasterin që ai drejton kanë mbritur 450 aplikime nga gjithsej 63 komuna. 36 opštini. 36 komuna kanë aplikuar me projekte që kapin vlerën maksimale të mjeteve në dispozicion, sipas formulës për kokë banori. 27 komuna kanë mundësi që të aplikojnë me projekte të tjera për të kapur vlerën maksimale të mjeteve që kanë në dispozicion, ndërsa 17 komuna fare nuk kanë aplikuar. Perinski ka zbuluar edhe emrat e komunave që nuk kanë aplikuar fare në këtë thirrje e që sipas rezultateve del që nga 17 që nuk kanë aplikuar, 9 janë shqiptare. Komunat që nuk kanë aplikuar fare deri ditën e djeshme janë gjithsej 17 edhe atë: Saraj, Qendra, Çajiri, Shutorizaria, Likova, Probishtipi, Vallandova, Rosomani, Bogovina, Vrapçishtja, Mavrova dhe Rustusha, Te Arsa, Dibra, Struga, Manastiri, Krusheva dhe Dollneni. Si qeveri, u bëjmë thirrje dhe apelojmë që të gjithë komunat ta shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të aplikojnë duke respektuar afatet ligjore të caktuar nga qeveria, që është data 30/04/2025. Ministri Perinski theksoi se ky program është një hap thelbësor për zhvillimin lokal dhe transformimin e komunave, si dhe zhvillimin e përgjithshëm të shtetit. Kujtojmë se kjo është hera e dytë që qeveria ofron ndihmë financiare për komunat. Faza e parë tashmë ka kaluar dhe shumica e projekteve të financuara në atë cikël janë në fazën përmbyllëse, por jo gjithçka shkoi mirë në thirrjen e parë. Disa komuna aso kohe ishin ankuar se janë përjashtuar dhe projektet e tyre nuk janë marrë parasysh.